Mishtë emisioni 05, pas pjesës e marketingut jemi tashmë prap në studio dhe është në arsye veçantë që pranë vetes kam një aktore. Erdhi nga Tirana direkt në studion e emisioni 05, Laura Kuka. Laura, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që pranove ftesën. Faleminderit për ftesën. Laura, fillimisht na trego kur fillove të mirësh me aktrimin. E herët, goxha herët. Të paktën për brezin tim nuk është se ka pas shkolla artit të mirëfillta që ne të trajnoheshim në mosha shumë të hershme, por që është ndje që është në fillore. Do me thënë, mbaj mend që gjithmonë kur ne merrnim një mësim të ri apo një tregim të ri, zysha më vendoste gjithmonë mua për të lexuar për pjesën tjetër të klasës, sepse isha ndryshe. Unë arrija të lexoja duke interpretuar, arrija të lexoja duke vendosur tekstin logjik. Më pas ka qenë dalja ime parë, mos të gaboj, në klasë të dytë ose në klasë të tretë, ka qenë Vjersha Përtaci, dhe unë kam përfaqësuar klasën time në aktivitetin e shkollës aso kohë, dhe më pas kam përfaqësuar shkollën në aktivitetet që bëheshin ndërmjet shkollave të qytetit. Dhe imagjino një vajzë të vogël që kishte bërë një punë krejtësisht individuale, del para shkollës dhe interpreton Përtacin me gishtin drejtuar drejtorit të shkollës. Dhe mbaj mend që aty kanë shpërthyer të qeshura pafund. Më pas kam qenë pjesë e konkurseve të ndryshme të poezisë dhe interpretimit të veprave të ndryshme, ku jam vlerësuar dhe me çmimin e parë. Më pas kam konkuruar në një kompeticion që bëhesh midis qyteteve të Shqipërisë, kam konkuruar me letrën e Tatjanës dhe kam rrëmbyer çmimin e dytë. Më pas kam qenë pjesë e Akademisë Hollywood, një akademi artesh në ato kohë, dhe leksionet dhe trajnimet për aktrim jepeshin nga aktori mrekullueshëm Gent Bejko, të cilin e përshëndes, dhe mbaj mend që materiali i parë me të cilin kam shkuar ka qenë një vepër e William Shakespeare, Romeo dhe Julieta, dhe unë aty kuptova që e dua dramën dhe nuk kam frikë ta realizoj. Genti më thotë të qëndroj larg dramave të forta, sepse normalisht nuk ishte as koha dhe as pjekuria profesionale që unë të arrija të realizoja dhe të menaxhoja dramat e forta. Më pas është Akademia e Arteve. Emocion i jashtëzakonshëm, emocionohem dhe tani sepse është dita më e rëndësishme e jetës time, sepse atë ditë unë kam prek ëndrrën. Akademia e Arteve ka pas një numër shumë të madh konkurrentësh dhe do me thënë kuotat që pranoheshin për të bërë pjesë të akademisë ishin vetëm 8, 10, maksimumi 12. Kështu që ishte gati e pabesueshme, por kam konkuruar për herë të parë dhe për herë të parë kam fituar. Çfarë ndjenje ke për ty? Është një ndjenjë e jashtëzakonshme, një ndjenjë shumë e bukur, një ndjenjë që me plot bindje them që është realisht një nga momentet më të rëndësishme të jetës time. Po. Dhe vim edhe tani në fazën që jemi, momentalisht unë jam aktore e Blue Vision Production. Blue Vision Production është një kompani filmi e krijuar së fundmi në Shqipëri dhe ne startojmë projektin ton të parë në muajin qershor. Po. Na tregove fillimet tuaja deri edhe në vazhdimsi e rrugës, por na trego tashmë cilat janë vështirësitë e një aktoreje? Shiko, vështirësitë janë individuale, janë të ndryshme dhe të formave të ndryshme. Por të paktën, sipas eksperiencës sime, ti mbaron një shkollë dhe pastaj nuk di se ku të shkosh, nuk di se çfarë të bësh, për arsye se ne jetojmë në një vend akoma të vogël, si Shqipëria, dhe mundësitë janë realisht shumë pakta. Artit akoma nuk jepet zë. Arti është akoma i pavlerësuar. Aktorët gjithashtu janë akoma të pavlerësuar ashtu siç i takon, ose të paktën ashtu siç e meritojnë. Dhe Pse po thua këtë? Sepse realisht është. Dhe
dua të them që të paktën një nga vështirësitë më të mëdha sipas eksperiencës sime, gjë që e kam kaluar unë personalisht, është kur fillojnë dhe të kaplojnë disa mendime pesimiste dhe ti arrin në një mendim serioz që të heqësh dorë përgjithmonë nga ëndra jote. Të heqësh dorë përfundimisht nga profesioni yt, sepse nuk mundesh më. Kështu që mendon të kërkosh diçka tjetër që ty të krijon hapësirën dhe të jep mundësinë që ti të paktën të ushqesh, të arrish të mbijetosh. Por mendoj që me shumë pasion, me shumë dashuri, me shumë vullnet, me shumë durim dhe me pak fat, normalisht që ja del. Po, Laura, ku më parë ke qenë pjesë e një filmi, mirë po, ai film nuk ka arritur të përfundohet me ty. Po. Na trego për çfarë arsye shkputët marrveshjen kontratën me atë film. Çka ndodhi? Po. Që në mes të filmit? Jo. Në fakt, mua më është ofruar një roli protagonist i filmit, dhe në momentin e parë që jam njohur me rolin, mua realisht më ka pëlqyer shumë dhe personazhi ishte i ndërtuar goxha mirë. Filluam me një xhirimet, ka qenë një punë shumë e madhe, një punë intensive dhe për mua ka qenë eksperjenca e parë filmike, por ka diçka. Në momentin që ti punon me njerëzit e dur, normalisht gjithçka të bëhet më lehtë dhe ti ndihesh shumë komode. Për arsye shumë personale. Për arsye shumë personale u desh ky bashkëpunim të ndërpritej, por unë filmin normalisht e kam parë, është i realizuar mirë, pati sukses dhe sigurisht uroj sukseset më të ishme për projektet e radhës. Nëse do të bëj ftesë prapë përsëri nga po të njëjtit organizator për një film tjetër, a do pranoje? Mendoj se po. Patjetër që po. Po, nëse mua roli do më pëlqente, patjetër që do realizoja. Okej, në rregull, e mirë kjo. Nëse të pyes për shembull, kë zgjedh, teatrin apo filmin? Ku ndihesh më rehati? Përjetësisht filmin. Nuk është se kam një arsye konkrete, por zgjedh filmin sepse filmi më tërheq tepër. Por ka diçka. Skena e teatrit është magji. Skena e teatrit është ajo që i jep kuptimin e vërtet fjalës aktor. Ndryshe nga filmi, teatri është emocion i jashtëzakonshëm sepse ti e ke publikun aq afër. Je drejt për drejt me publikun dhe publiku arrin të të ndjej dhe frymarrjen, të ndjej dhe rajet e zemrës, të ndjej të shofi dhe gjunjt, apo të dritet nga emocioni apo jo. E njëjta gjë edhe ti për publikun. Prandaj teatri është magji dhe ndryshe nga filmi, për shembull kur ti përsërit veten tënde nëpërmjet dublave të tjerë, në teatr nuk mundesh. Ajo çka ndodh, bëhet aty, mbyllet aty dhe përfundon aty. Nuk ke më mundësi që ta përsëritësh. Po. Laura, e di se tashmë je ftuar edhe për 2 filma tjerë për të realizuar, na trego pak më gjerësisht për këto 2 filma. Dua të ndalem pak tek Blue Vision Production, si e ceka dhe pak më përpara, që është një kompani filmi e krijuar së fundmi në Shqipëri. Projekti jon i parë do të nisë në muajin qershor. Unë jam një ndër rolet kryesore, sepse pothuajse disa personazhe janë kryesor. Është një film aksion, luftime fizike, ka pak dram, pak komedi dhe mendoj që duhet të flas shumë pak për personazhin tim dhe ta lej surprizë pjesën tjetër. Personazhi im është Nevila, është një mjeke ligjore që inskenon skena të duken vetvrasje, ndërkohë që vetë ajo fshihet pas këtyre vrasjeve. Është një grua e ftohtë, një grua pa ndjesi, pa emocion, si pasojë e fëmijërisë së saj, e të kaluarës së saj. Dhe fëmijërinë e saj e interpreton Emel Braçja, e cila është një vogëlushe shumë simpatike, shumë e talentuar dhe e njohur në ekranet shqiptare. Ndërsa, filmi tjetër që gjithashtu supozohet të nisi këtë vit, është një dramë shumë e fortë që titullohet Si jeta. Më tepër nuk mund të flas për këtë. Vetëm kaq? Vetëm Si jeta. Si jeta. Si vet jeta. Na tregon çfarë ndjenje për ty kur merr ftesa për këto filma?
Në fillimet e mia kam qenë shumë entuziaste, por më pas kam zbritur pak me këmbë në tokë. Për çfarë arsye? Gjithkush këtu në vendin ton dëshiron që të bëj filma, por sa profesionist është ai? Sa profesionale është gjëja që ai do të bëj, sepse ti je një aktore profesioniste e cila ke mbaruar një universitet artesh. Normalisht nuk mund të bësh gjithçka që ty të ofrohet. Fillimisht njihesh me seriozitetin e produksionit dhe të personave me të cilët punon, më pas njihesh me personazhin tënd, sa mirë që është ndërtuar, dhe më pas njihesh me skenarin dhe kur çdo gjë ty të duket okay, normalisht e pranon dhe nuk ka gëzim më të madh për një aktor se sa të fitoj rolet e veta. Desha pyes për shembull, cila është kërkesa jote përveç ndoshta skenarit e kështu? Çka shikon edhe ku e kupton saktësisht që ti je për atë rol? Për shembull. Shiko, nuk është e thënë që unë personalisht si aktore nuk di të flas për të tjerët, por si funksionoj unë. Unë si aktore, jo çdo gjë që më ofrohet e bëj. Sepse çdo aktor është unik. Atë çka mund të bëj më mirë nuk mundesh dot ta bësh ti. Dhe atë çfarë bën ti më mirë nuk mundem dot që ta bëj unë. Dhe por këtu ekziston pak mania e të kapurit të roleve dhe atëherë kur nuk janë për ata dhe aktorët vetë dinë që nuk janë për ata. Sepse thash edhe pak më parë për shkak të mundësive që janë realisht shumë të vogla, shumë të pakta. Dhe çdo kush duhet të punoj, sepse përveç pasionit normalisht është biznes, ku ti do mbash veten nëpërmjet këtij profesioni. Po. Ta lëm pak filmin, teatrin, të flasim pak për juve personalisht. Mirreni edhe me palestër Goxha një kohë gjatë. Po. Tash sa vite mirësh me palestër? U bën gati 11 vite që unë merrem me palestër. 11 vite? Po. Ka 11 vite, por shiko, ka diçka. Sepse shumë njerëz më drejtojnë, domethënë 11 vite janë kaq shumë vite dhe nga njëra anë është profesioni aktore. Nga ana tjetër, palestra që është pasioni më i çmendur imi. Por të dyja këto nuk mund të rrinë dot bashkë. Më beso. Është gati e pamundur që këto të dyja të mbash në jetën tënde, sepse të dyja kërkojnë përkushtim maksimal. Por çfarë ndodh? Profesioni im ka kushte. Kërkon kushte fizike, që do të thotë, për gjatë gjithë 11 viteve që unë jam ushtruar në palestër, unë jam munduar që të mbaj një trup normal, një trup të tonifikuar, por normal. Edhe nëse mund ta kem ambicjen apo dëshirën për pesha të rënda dhe për të ndërtuar muskuj të mëdhenj, thjesht nuk mundem. E tha që aktrimi dhe palestra nuk mund të qëndrojnë bashkë, po ti si po ja del? Është e vështirë, por jo e pa menaxhueshme. Unë ja dal në mënyrë të tillë që normalisht kur jam e angazhuar në art, unë fokusohem aty sepse puna me rolin është punë shumë e vështirë dhe gjithë jeta jote mbaron. Çfarë ka ekzistuar për ty më përpara nuk ekziston më. Ti jeton me rolin, ti punon për rolin dhe kjo është bukuria e këtij profesioni, kjo është magjia e këtij profesioni. Ndryshe nga çdo profesion tjetër në botë, sepse ky profesion ty të krijon mundësinë që ti të harrosh veten, jetën tënde dhe të jetosh jetën e dikujt tjetër. Ose më saktë, je ti, jeta jote, por në rrethana të tjera, të caktuara që as nuk i kishe menduar apo as nuk i kishe ëndërruar ndonjëherë. Ku e kisha menduar unë që mund të isha vrasëse në jetë. Por ja që më duhet të jem. Ashtu. Po. Kthehemi edhe pak tek palestra. Je edhe trajnere në një palestër atje. Na trego, ndoshta për vete punon më lehtë, po sa është e vështirë të punosh me dikë tjetër? Është edhe një herë të lutem? Sa është e lehtë për ty të punosh me dikë tjetër në palestër? E thash edhe pak më përpara që është e vështirë, po nuk është e pa menaxhueshme. Ti mundesh që ti menaxhosh shumë mirë të dyja në jetën tënde. Okej, është kjo pjesa që ti mund të shkëputesh
shkëputesh nga nga një profesion për një periudhë kohe të caktuar dhe pastaj i rikthesh përsëri, do merresh o me njërin o me tjetrën. Por me të dyja njëkohësisht nuk mundesh, por e rëndësishme është që nga të dyja ti nuk ikën. Ti i ke aty dhe i ke stabilizuar gjërat në mënyrë të tillë që mbaron këtu dhe pastaj i kthesh përsëri atje ku i kishe lënë. Por tani funksionon edhe me programe online, funksionon edhe me programe stërvitore, ushqimore online, që ti ja dërgon një personi dhe ndjeka pas hapi pa shkuar, domethënë, çdo ditë me të në palestër. Ekziston edhe kjo formë. Po, ty personalisht, sot kanë ndihmu palestra? Palestra më ka ndihmuar në çfarë aspekti? Gjithë aspektet. Ndoshta edhe në pomja? Linja trupore? Nuk mendoj. Për të rregulluar? Nuk mendoj. E para njërë është mënyrë jetese. E dyta është pasion. Dhe ti e krijon trupin çdo, sidomos kur je në fazën që ti e njeh trupin tënd shumë mirë. Din si të punosh me trupin tënd, dhe di se si ta ushqesh trupin tënd, atëherë kjo është dhe forma më lehtë pastaj për të krijuar trupin që ti do. Por asnjëherë me qëllimin që ty të shërbej për diçka. Thjesht që ti të ndjesh mirë, ti të jetosh shëndetshëm, të jesh rehat dhe të rri mirë çdo gjë që ti e vesh në trupin tënd. Në aktrim nuk e kam menduar ndonjëherë në profesion që të më shërbej, dhe këtë do të cekja pak që ka raste që ty të vjen një rol që kërkon kilogram tepër. Ka raste të tjera që ty të vjen një rol që kërkon që ti jesh nën pesh. Më kupton, është ajo që e thash pak më përpara që profesioni im ka kushte fizike, dhe unë nuk mund të jem dot kurrë egzageruar. Për këtë arsye dhe shumë persona që më pyesin si ka mundësi që ti nuk e ndërtuar muskuj të mëdhenj, sepse nuk mundem, sepse profesioni im nuk e lejon këtë gjë. Po ndesha të pyes një vajzë e re, pa palestër, a mund t'i ketë linja tua? Gjëja më rëndësishme është genetika, dhe unë kur punoj me një person, e di çfarë bëjnë, e di çfarë ndodh, ka shumë raste të gocave që më sjellin foto të modeleve të caktuara të fitnessit në Europë dhe në botë. E kërkojnë aso trupin? E kërkojnë dhe më thojnë, të lutem më bëj si kjo. Por unë nuk mundem do ta bëj si ajo. As unë dhe askush tjetër, sepse ajo ka genetikën e saj. Për mos të përmendur pastaj pjesë suplementesh dhe steroide që mund të përdor gjithsecili, por unë arrish që të bëj më të mirën e genetikës tënde. Por ti nuk bësh dot si unë dhe as unë nuk bëhem dot si ty. Ose ti mund të bësh akoma më mirë se sa unë. Po. Laura, flasim pak për jetën private, përveç kësaj. Me çka merresh tjetër, çush e kalon një ditë zakonshme? Se jo gjithmonë një në palestër ose në teatr. Okej. Jo, jam gjithmonë në palestër. Nuk jam gjithmonë tek arti, po tek palestra jam gjithmonë. Do me thënë, normalisht kur kam projekte artistike, nuk merrem asgjë tjetër, e sqarova më përpara, por kur nuk kam projekte artistike, dita ime zakonshme është çohem në mëngjes, vrap ke palestra, aty shpenzoj gati 2 orë, 2 orë e gjys, sepse e di çfarë ndodh. Është kthy në nevojë, është kthy në stil jetese, në nevojë, si ajri që thith për të jetuar, që e ke të domosdoshme, ashtu të është bërë dhe palestra. Dhe do me thënë, po të kalojnë 5 ditë dhe 6 ditë edhe 2 javë që ti nuk ushtrohesh dot në palestër për shkak të angazhimeve profesionale ose personale, të duket sikur nuk e jetë, të duket sikur diçka nuk shkon, vetë trupi kërkon që të ngrej një pesh, të aktivizohet. Normalisht palestra, pastaj pjesë e rutinës sime normalisht është, shiko, unë kam një botë të vogël që nuk e tradhtoj kur, kam botën time. Mua më gjen shpesh në vrek të detit, gjithmonë kur jam shumë e lumtur ose kur jam shumë e mërzitur, më pëlqejnë vendet e qeta, të ri vetëm, të reflektoj, të meditoj, të kërkoj thellë dhe më thellë brenda vetes, kush është Laura? Dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua. Normalisht edhe miqtë e mi, unë jam njëri që
pjesa më e madhe e shoqërisë, domethënë, është e përbërë nga gjenia e kundërt, nuk e di pse, por unë kam shumë shok të mirë. Gjithashtu shkojmë në vendet e qeta ku diskutojmë tema të thella dhe shkëmbej mendime të thella për jetën në përgjithësi. Pjesë e ditës time gjithashtu është edhe libri. Unë lexoj shumë dhe kjo nuk mungon kurrë në rutinën time. Kur vjen nata pastaj është lapsi dhe letra. Unë shkruaj. Fillon që të kesh disa përzierje ndjenjash, përzierje emocionesh, mendimesh dhe e kuptoj që duhet të marr lapsin dhe letrën dhe të shkruaj. Dhe pasi kam marruar dhe filloj ta lexoj se çfarë kam shkruar, unë aty kuptoj se çfarë kam qenë duke përjetuar. Ashtu. E përmende pak më parë se ke më shumë shok se shoqe. Po, e vërtet. Për çfarë arsye? E the se nuk e di ndoshta, po pse mendon që nuk mbon raporte shumë të afërta me femrat? I kam raportet më të ngushta me meshkujt sepse figura e mashkullit, unë jam rritur gjithmonë me figurën e babait tim që e kam pas model, e kam pas mbrojtje për gjatë gjithë jetës sime dhe figura e mashkullit më jep siguri më të madhe, më jep siguri më të plot, nuk di ta shpjegoj, por meshkujt në momentin që vendoset ai raport i pastër shoqëror flas, pa interesin apo pa qëllimin për diçka më tepër, është marrëdhënia më e bukur që mund të ekzistojë midis një vajze dhe një djali. Është shoqëria më e bukur që mund të ekzistojë. Beson ti këto që mund të ketë shoqëri mes një mashkulli dhe një vajze? Pa interese? Patjetër që po, përderisa jam vetë një ndër to që kam raporte të tilla. Kur jemi tek mashkujt, po besoj edhe shikuesve ju intereson statusi momental i juaj. Kjo është shumë private, por single. Single. Okej, në rregull. Edhe një pyetje për fund. Patjetër. Pasi që je single, një mashkull shqiptar apo kosovar të tërheq më shumë? Edhe pse nuk është mirë bëm dallime, po... Okej, një pyetje pak e vështirë, më bëri pyetjen e fundit pyetjen më të vështirë. Nuk e di një shqiptar apo një kosovar më tërheq më tepër. Unë kam shumë respekt për popullin e Kosovës, për njerëzit e Kosovës, janë njerëz shumë të dashur, njerëz shumë mikpritës, ka pasur raste që unë të bashkëpunoj me ta dhe realisht jam shumë e kënaqur nga ata, por në aspektin për një partner, në marrëdhënie intime nuk di të them. Okej, në rregull. Laura, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi që të patëm në studio. Të falenderoj shumë, faleminderit për ftesën. Mishte emisionin 05 ishte kjo të ratë që kemi përgatitur për sonte, deri shtunën e ardhshme, natën e mirë.